E përmende glaukomen disa herë dhe po më vjen me i thonë si hajdut i shikimit, sepse është... E ke gjithë shumë mirë, realisht, se qashtu është, realisht. Sepse, pse, nuk t'jep ndonjëherë asnjë shaj. Po. As nuk t'jep dhimbje. S'ku që ndonjëherë syri, po largohet, realisht. Kështu që ai pacient zakonisht mund ta prek vetëm një sy. Ai pacient gradualisht ka me dëmtu fije nervore pa e vrejt hiç. Dhe kur vjen te na, domethënë, çfarë bësh vonë? Është fija nervore, është dëmtu krejt, s'ke mundësi, pastaj na këtë punën tonë e bojmë t'jarujmë syrin tjetër. Kjo është paktën që t'jemi vigjilent, e tha dhe doktori që një herë në vit kontrolla për syt është e domosdoshme, sidomos ata që predispozitat me trashëgu ndonjë smundje të syve. Për shembull në klinikën tonë, klinikën gjermane të syrit, çdo pacientit e bojmë matjen e tensionit syrit, pavarësisht për çka ka ardhur. Është një farë screeningu. Se ma jep një ide realisht. Se varësisht ai kur s'ka pas diçka, e shoh, pastaj mirën më ngadalë. Kështu që domosdoshmë është diçka që s'është diçka e vështirë me marrë një tension syri. Po.